Gjesti habit publiku zbulon se Djellza nuk është një person real, që nga pjesëmarrja e tij në Big Brother VIP Kosova ta nisi banori Big Brother VIP Albania. Gjesti ka përmendur shpesh një person me emrin Djellza, duke e përshkruar si ish partnerin e tij për të cilën ka ndjenja dhe shumë respekt. Por përveç emrit, asnjë detaj tjetër nuk dihet për Djellzën, as identiteti apo ndonjë foto apo informacion tjetër rreth saj. Madje edhe për Shën Valentin, Gjesti bëri një dedikim të ndjer nga shtëpia Big Brother, madje duke i dedikuar rrjeshta të një poezie dhe një letër, duke lënë të kuptojë se po bëhej fjalë për një person real që kishte pasur ndjenja të thella. Megjithatë, sot ai ka zbuluar se Djellza nuk ekziston në të vërtetë. Në një bisedë me Eglin, Gjesti pranoi për herë të parë se Djellza ka qenë vetëm një shaka dhe një emër i krijuar prej tij, teksa u shpreh Eglit: "Ajo shaka imja", u shpreh duke habitur Eglin, por edhe publikun e gjerë. Kur Egli e pyeti nëse emri ekziston vërtet apo jo, Gjesti u përgjigj qartë: "Jo more, jo." Ky zbulim ka shkaktuar shumë reagime në rrjet, pasi ndjekësit kishin krijuar perceptime se Djellza ishte një person i vërtet. Jo vetëm kaq, pasi edhe shokët si dhe menaxheri i Gjestit ka folur më shumë për Djellzën në intervistat asaj kohe, duke treguar se është e vërtet, teksa nuk dihet nëse Gjesti po gënjen apo jo. Nga ana tjetër, moderatorët, por edhe gazetarët më të njohur të showbizit kanë investiguar në Prishtinë për të gjetur identitetin e Djellzës dhe në më shumë se një muaj e gjys nuk kanë gjetur asgjë. Duket se Djellza më shumë se një person real është vetëm një pjellë e imagjinatës së Gjestit, e cili u shpreh dhe më parë Eglit se ka luajtur me këtë emër vetëm për shkak të showbizit, duke ditur se si funksionon, por në të vërtetë asgjë nuk është reale.